Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish ditën e sotme, këtë herë për të sjellë një lajm tronditës pranë jush. Vritet këngëtarja dhe influencerja me famë botërore. Këngëtarja e muzikës latine dhe influencuesja në rrjetet sociale Maria De La Rosa, e njohur me emrin artistik De La Rosa, është qelluar për vdekje në Los Angeles në një sulm të dhunshëm të ndodhur në orët e para të së shtunës. Ajo ishte vetëm 22 vjeçe. Sipas departamentit të policisë së Los Angeles, ngjarja ndodhi në Northern Dyke në San Fernando rreth orës 1:30 të mëngjesit, ku persona të armatosur ju afruan një automjeti të parkuar dhe hapën zjarr ndaj pasagjerëve, ku brenda makinës ndodheshin 3 persona dhe të 3 u plagosën nga breshëritë e plumbave. De La Rosa u transportua urgjentisht në spital, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo nuk mundi t'i mbijetonte plagëve, kuptuar nga mediat amerikane BBS. 2 persona të tjerë që ndodheshin në automjet mbetën në gjendje kritike. Ende nuk janë kryer arrestimet dhe policia nuk ka dhënë detaje rreth motivit se çfarë e çoi deri në vrasje. Megjithse, hetuesit dyshojnë se sulmi nisi apo mund të ketë lidhje me aktivitete të bandave kriminale. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe fansat e këngëtares, e cila kohët e fundit po niste të depërtonte në skenën latine të muzikës. Në gusht, De La Rosa publikoi këngën e saj, e cila u prit pozitivisht dhe shënoi një hap të rëndësishëm drejt karrierës së saj profesionale. Në Instagram ajo kishte rreth 40.000 ndjekës, ndërsa postimi i saj i fundit, një seri fotosh nga studio muzikore, është mbështetur me komente ngushëllimi. Kjo është vajza e cila ndroi jetë ditën e shtunë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thënë e fola si gjë sepse janë fenomene të cilat ndodhin edhe në shoqëri të ndryshme. Për shembull kemi Valeria Martinez, e cila ndroi jetë në Meksik nga grupe kriminale, por kemi patur edhe në vendet tona shqiptare vajza që kanë humbur jetën nga grupe kriminale, dhe pikërisht do me thënë doja ta preksitem për t'ju informuar edhe ju fansat të De La Rosës që De La Rosa ka ndruar jetë nga grupe kriminale. Shi çfarë quhet VIP në Amerikë. Dëgjoj, 40.000 ndjekës ka në Instagram. Kupton? E quajnë VIP, ndërsa në Maqedoni, në Shqipëri 1 milion ka, nuk quhet VIP.